Mezze Etu Ibn Thevri ishte trimi pa trembur. Ka mbytur 100 pabesimtarë në 2 luftime. A thua, sa ka vrarë në fush betej? Këta janë trimat e mëdhenj të ushtrisë Allahut, të cilët i shkundin pluhurin kadisijes të ngazëllyer se Allahu u adhuroi fitoren, të gëzuar për shpërblimin që është caktuar vëllezërve të tyre që ranë dëshmor, ata mbetën me dëshirë të flakt për të marrë pjesë edhe në betejat të tjera, të ngjashme me luftën e kadisijes për nga madhështia e tyre. Ata pritnin me padurim që të vijë urdhri nga halifi Omer ibnul Hatabi për ta vazhduar luftën e shenjtë, ta çrrënjosin pushtetin e Kisrës që nga rrënjët. Nuk zgjati shumë para ndjenja dhe dëshira e tyre e zjarrt u realizua. Ja, ai është i dërguari i El Farukut, Omerit, paqja e Allahut qoftë mbi të, që po vjen nga Medina në Kufe. Ai sjell me vete një urdhër nga halifi për valiun e tij, Ebu Musa el Eshariun, për të shkuar me ushtrinë e tij që të takohen me ushtrinë e muslimanëve, e cila po vinte nga Basra. Ato të dyja duhet të nisen së bashku për në Ahvaz, vend në perëndim të Iranit, për të ndjekur dhe shkatëruar Hurmezanin, komandanti i ushtrisë persiane, dhe ta çlirojnë qytetin Tustere, margaritar i pushtetit mbretëror dhe perl e trojeve të Persisë. Në urdhëresën të cilën halifi ja dërgon Ebu Musas, thuaj që atë duhet ta shoqërojë kalorësit trim dhe prisi i tyre i respektuar, Mezzetu Ibn Thevr es-Sedusi, prisi i fisit Beni Bekr. Ebu Musa el Eshariu ju përgjigj urdhrit të halifit të muslimanëve, mobilizoi ushtrinë e tij dhe në krye të saj emëroi Mezzetu Ibn Thevr es-Sedusin. Ai, Mezzetu, me ushtrinë e tij u bashkua ushtrisë islame që po vinte nga Basra, dhe të dyjat së bashku shkuan për të luftuar në rrugën e Allahut. Ata vazhduan të çlirojnë qytetet dhe të pastrojnë bunkerët. Hurmezani ikte prej tyre prej një vendi në një vend tjetër, gjersa arriti në qytetin Tustere, ku u strehua në fortifikatën e tij. Tustereja, vend ku u strehua Hurmezani, ka natyrë të bukur dhe është më i fortifikuar. Përveç këtyre veçorive, ai është qytet i lashtë dhe me një histori të gjatë. Është ndërtuar në rrafshnalt në trajt të kalit. Ai furnizohet me ujë nga një lum që quhet Tigris, lumi Tigris, mbi të ka ujvara me pishina të cilat ja ka ndërtuar mbreti Sabur për ta ngritur në to ujin e lumit përmes tuneleve nëpër nën tokë. Pishinat dhe ujvarat e Tustere, me tunelet e tij, janë mrekulli nga mrekullitë e rralla në fushën e ndërtimit. Ato janë të ndërtuara me gur të mëdhenj, të përforcuara me shtylla të hekurta. Pishina dhe të gjithë tunelet e qytetit janë mbuluar me llamarina plumbi. Për rreth Tusteres gjenden mure të lartë të rrethuar me strehimor. Historianët kanë thënë për të, ai është muri i parë dhe më i madh që është ndërtuar mbi dhe. Më pas, Hurmezani kishte hapur rreth murit një hendek të madh që vështirë ka përcehej. Pas tij ishte vendosur elita e ushtrisë persiane. Ushtria islame ishte llogaruar rreth hendekut të Tusteres. Ata qëndruan 18 muaj pa arritur ta kalojnë atë. Gjatë asaj kohe, muslimanët zhvilluan 80 betejë me ushtrinë persiane. Secila prej këtyre betejave fillonte me 2 luftimin mes 2 kalorësve të 2 ushtrive e pastaj shndrohej në luftë ashpër shkatërruese. Në këto 2 luftime, Mezzetu Ibn Thevri u sprovua me sprova nga më të vështirat, të cilat i hutuan mendjet e njerëzve, mahnitën kundërshtarët, por njëkohësisht edhe miqt. Ai arriti të vriste 100 trima të rrallë të kalorësve kundërshtar gjatë zhvillimit të 2 luftimeve. Nga emri i tij, persianëve zuri tu hyj frika në palc, ndërkaq në zemrat e muslimanëve shtohej dinjiteti dhe krenëria. Ata që nuk kanë pasur rastin të dinë, tashmë mësuan
për motivin pse prisi i muslimanëve dëshiroi që ky trim i paepur ta përgatis radhën sulmuese të ushtrisë muslimane. Në betejën e fundit, nga ato të 80-tat, muslimanët zhvilluan ekspeditat furishme të një menta. Persianët në këtë betejë u lanë muslimanëve urat e instaluara dhe viaduktet që çonin mbi Hendek. Ata kërkuan strehim në qytet dhe u mbyllën muslimanëve dyert e fortifikatës së pakapërsyeshme. Pas këtij durimi të gjatë, muslimanët kaluan prej gjendjes keqe në një situatë edhe më të vështirë. Persianët zuan të hedhin në rrebesh shigjetash nga lartësitë e kullave. Ata filluan të lëshonin zinxhir të hekurt për mbi mure, e në krye të çdo zinxhiri kishte grepa me zjarr të furishëm. Kur ndonjë ushtar musliman ja mësynte të hipte në mur apo t'i afrohej, ata e lidhnin te muri dhe të riqnin lart në kull. Trupi i tij digjej, mishi i binte cop derisa vdiste. Vuajtjet e muslimanëve u shtuan edhe më shumë. Ata zuan t'i luten Allahut me zemrat përvuajtura dhe të friksuara që t'u alargoj vuajtjet dhe t'u mundsoj fitore ndaj armikut të tij dhe të tyre. Ndërsa Ebu Musa el-Eshariu meditonte për ta kaluar murin e madh të Tusteres, pa shpresë se do t'ja dilte para tij ra një shigjet që vinte nga lart mbi mure. Kur e shikoi, në të gjeti një mesazh në të cilin thuaj: "Ju kam besuar juve, o tog i muslimanëve. Unë kërkoj siguri për veten time, për pasurinë, për familjen time dhe për ata që vinë pas meje. Kurse unë po marr për detyrë që të çoj te një shteg përmes të cilit do të depërtonin në qytet." Ebu Musa i shkroi letër dërguesit shigjetës përmes së cilës e njoftoi se do t'ja plotësoj kushtet e parashtruara dhe ja hodhi poshtu me shigjet. Njeriu u bind për mbështetjen e muslimanëve, me që ai dinte sinqeritetin që kanë ata kur premtojnë dhe për zbatimin e beslidhjes tyre. Ai u përvodh nga të tjerët, pa u hetuar, në hijen e errësirës. Ja tregoi Ebu Musas hallin e tij të vërtet dhe tha: "Ne jemi nga paria e popullit. Hurmezani e ka vrarë vllajin tim të madh dhe ka sulmuar e pleçkitur familjen e tij. Ai më ka halë në sy, kështu që unë dhe fëmijët e mi nderuhemi prej tij. Unë e pash të arsyeshme ta pranoj drejtësinë tuaj ndaj padrejtësisë së tij, ndërgjegjen tuaj të pastër ndaj tradhtisë së tij. Ndaj vendosa t'ju çoj në një shteg të fshehtë, përmes të cilit do të depërtonin në Tustere. Pra, ma jepni një njeri guximtar dhe të mençur, të jetë prej atyre që zotron notin me qëllim që t'ja tregoj rrugën." Ebu Musa el-Eshariu ftoi Mezzetu ibn Thevrin dhe i tregoi me besim çështjen për të cilën e kishte ftuar dhe i tha: "Më ndihmo të gjej një njeri nga njerëzit e tu, që është i mençur, i vendosur dhe që ka aftësi të jashtëzakonshme për not. Ma emëro mua në vend të atij njeriu, o pris," i tha Mezzetu. "Nëse dëshiron të jesh ai njeri, atëre qofsh në bekimin e Zotit." I ktheu Ebu Musa dhe këshilloi mirë që mos ta humb rrugën dhe të mësoj saktësisht se ku gjendet vendi ku është e vendosur porta. Të përcaktoi vendin ku gjendet Hurmazani, ta vërtetoi identitetin e tij dhe të mos bëj gjë tjetër gabimisht përveç kryerjes së detyrave për të cilat është urdhëruar. Mezzetu ibn Thevri u nis në rrugën e gjatë, në errësirën e natës, me udhërfyesin e tij persian, i cili e solli te një tunel nën toke që lidhte lumin me qytetin. Tuneli shtrihej në formën e tij të gjerë deri te pusi i ujit dhe ai e kalonte duke ecur në këmbë, por në disa vende ishte i ngushtë dhe i detyroi ta kalonte me not. Në disa vende ai kishte marrë formë gjarpëruese e në disa tjera kishte formën e drejtë. Ai vazhdoi rrugën me të gjersa arriti te shtegu përmes të cilit arrihej në qytet. Udhërrëfyesi ja tregoi Mezzetus Hurmezanin, vrasin e vllajt vet dhe vendin ku ai po qëndronte i siguruar. Kur e pa Hurmezanin, i shkoi mendja ta përshëndeste me një shigjet në gjoks
por nuk vënoi e ju kujtua porosia që i kishte dhënë Ebu Musa që të mos bëjë ndonjë gabim. Këtë dëshirë të flakt për ta mbytur Hermezanin e mbajti në vete dhe para se t'ja jepte agu i mëngjesit u kthye nga kishte ardhur. Ebu Musa përgatiti 300 veta nga ushtria islame, të cilët ishin trima mbi trimat, të fortë edhe të qëndrueshëm. U mësoi notin dhe prijës të tyre emërtoi Medzetu ibn Thevrin. I këshilloi dhe u dëshiroi rrugë të mbarë dhe u tha që tekbiri të jetë shenjë kushtrimi e ushtrisë muslimane për ta mosyer qytetin. Medzetu urdhëroi ushtarët e tij të zhveshin ca rroba aq sa munden që të mos u rëndohet trupi nga rrobat e lagura. Ai u atërhoqi vrejten që të mos marrin me vete asgjë përveç shpatave të tyre. I këshilloi që t'i ngjishnin ato në trup në rroba. Ai kaloi me ta 1/3 e fillimit të natës. Medzetu ibn Thevri dhe ushtria e tij trime mbetën afro 2 orë duke u kacafytur me pengesat e atij tuneli të rrezikshëm, të cilët herit e i kalonin, herë mposhteshin prej tyre. Kur arritën në shtegun që shpinte në qytet, Medzetu vuri re se tuneli ja kishte glabëruar 220 ushtarë të ushtrisë tij, nga e cila i kishin mbetur vetëm 80 veta. Kur Medzetu shkeli në trullin e qytetit me shokët e vet, të gjithë së bashku i nxorën shpatët. Shkuan te rojet e fortifikatës, i therrën rojet në gjokse, pastaj kërcyen te porta dhe e hapën duke dhënë tekbir. Tekbiri i tyre brenda bashkjehonte me tekbirin e vëllezërve të tyre për jashtë. Në mëngjes, muslimanët u vorsulën qytet. Mes tyre dhe armiqve u zhvillua një betejë e ashpër. Historia pak ka dëshmuar për furitë e luftrave të tilla, për nga trishtimi dhe numri i madh i të vrarëve. Ndërsa lufta zhvilloi nga të gjitha anët, Medzetu e vuri re Hermezanin në sheshin e luftës, u drejtua nga ai dhe kërceu me shpatë. Pas pak, një grup ushtarësh e rrëmbyen atë dhe e fshehen me qëllim që të mos e shohë njeri. Pastaj ai e pa prap. U vërsul ka ai dhe e sulmoi. Medzetu dhe Hermezani ju vërsulën njëri tjetrit me shpatë, dhe që të dy e qelluan njëri tjetrin me të rëna vdekje prurse. Shpata e Medzetus u drodh, nuk e goditi kundërshtarin, por shpata e Hermezanit qelloi. Trimi i paepur ra i vdekur në sheshin e luftës. Sytë e tij mbetën të ngazëllyer për atë që Allahu e kishte caktuar të jetësohet me duart e këtij trimi. Ushtria muslimane vazhdoi luftën derisa Allahu ua mundsoi fitoren dhe Hermezani u zhurob nga muslimanët. Me të shpejt, si hariqet filluan ta njoftojnë El Farukun me lajmet gëzuara mbi fitoren e arritur. Ata çonin përpara Hermezanin që ta shoh halifi. Mbi kokë kishte kurorën e vet të stolisur me xhevahir, e në supë kishte rrobat stolisura me fije ari. Megjithatë, si hariqet në zemrat e tyre sillnin edhe një ngushëllim të sinqert për halifin. Me rastin e vrasjes së kalorësit të tij të paepur, Medzetu ibn Thevri.